Viktor Orban dhe Aleksandar Vučić takohen në Subotica, në rajonin e Vojvodinës në veri të Serbisë. Çfarë po ndodh në Vojvodinë dhe cila është deklarata e fuqishme, e mistershme, e habitshme, por edhe e rrezikshme e Viktor Orban? Çfarë ka thënë ai gjatë një ceremonie ku ka qenë atje pra bashkë me Aleksandar Vučić? Ka bërë një deklaratë e rrezikshme e cila tregon se Hungaria dhe Budapesti janë duke u bërë gati bashkë me Serbinë dhe Beogradin që të bëjnë një lojë të re në Ballkan. Çfarë ka thënë ai? Ka thënë se mundemi të ndryshojmë kufit edhe pa luftë, edhe pa tanke. Çfarë do të thotë kjo? Përse vjen në këtë moment? Ç'është Subotica? Ç'është Vojvodina? Pse ky moment për deklarata të tilla dhe një zhvillim shumë i rëndësishëm brenda në Shqipëri? Një gru shteti po përgatitet brenda Partisë Demokratike për të rrëzuar Sali Berishën nga froni i PD-s. Çfarë po ndodh atje konkretisht? Do ju tregoj imësisht sot me kujdes të imët. Ju lutem, mbani shënim, ju që jeni qefli të Shqipërisë, ju që nuk i keni humbur shpresat nga Shqipëria ende, mbani shënim sepse ndoshta nuk do t'i themi më kaq hapur dhe nuk do të mundemi t'i themi kaq hapur. Jemi në momente historike përpara 28 vjetorit, 28 nëntorit, festës së çlirimit të Shqipërisë, festës së ngritjes së flamurit ton kuqezi. Jemi në ditë të rëndësishme historike dhe do të flasim për historinë disa të vërteta të mëdha. Një lojë e madhe gatuhet tek nëndheu i Shqipërisë, tek nëndheu i Ballkanit. Çfarë po luhet në Serbi, në aleancën e fortë Serbi-Hungari? A janë Serbia dhe Hungaria dy tanket e reja të Rusisë në Ballkan dhe si ata po projektojnë dominancën e Ballkanit pa tanke, pa luftë, por nëpërmjet një soft power tjetër, nëpërmjet një metode tjetër, mënyrë operative shumë e butë, financiare, kulturore, nëpërmjet të cilës ata kërkojnë të rikonfigurojnë ekuilibrat gjeopolitik në Ballkan. Çfarë është Subotica dhe pse në këtë moment bota është duke zirë, e gjitha ju e dini, bota po zihen, Donald Trump është përqendruar ndërmjet Ukrainës dhe lindjes së mesme, lindja e mesme është duke shpërthyer, Libani po shpërthen, Huthët e Yemenit janë ndërmjet Iranit dhe mungesës së Iranit, Arabia Saudite është në fërkim me Donald Trumpin për F-35, Donald Trump kishte synim dhe ka kërkuar prej princit kurorës Arabisë Saudite që të shkojë bashkë me Netanyahu në Riyadh dhe ta mbyllin këtë historinë e paqes me Izraelin ndërmjet Arabisë Saudite dhe Izraelit, por sauditët ende nuk janë gati dhe kjo e ka zemëruar Trumpin. Çfarë po ndodh? Duke qenë që e gjithë bota është fokusuar në pikat e tjera të globit, ne do të fokusohemi të kuptojmë se ndërkohë që politika e madhe vlon dhe zihen kudo, çfarë po gatuhet tek nëndheu i Ballkanit dhe tek nëndheu i Shqipërisë. Me sa duket, dy tanket ruse në Ballkan, Hungaria dhe Serbia. Hungaria është duke luajtur rolin e ndërmjetësit, rolin e paqtuesit dhe po mban një rol që shkatëron narrativat e Bashkimit Evropian dhe të perëndimit në Europë. Ka një aleancë sigurisht dhe miqësi që ai pretendon se ka me Donald Trumpin, por se ç'luhet Amerika nuk e di kërkush. Dhe ajo që duhet kuptojmë është se Subotica, ku ka qenë sot Viktor Orban dhe është takuar me Aleksandar Vučić, është një qytet me popullsi, me përbërje shumë etnike, aty ka hungarez, aty ka kroat, ka edhe serb. Qyteti është një nyje strategjike me rëndësi historike, kulturore dhe geostrategjike. Ka industri, ka zona të lira ekonomike dhe pretendohet se mund të luajë rolin e ure lidhëse midis Europës qendrore, pra që është Hungaria dhe Ballkanit dhe Serbisë. Pas një diskutim që kjo vizitë dhe deklarata e Orbanit se ne mund të ndryshojmë kufit e Ballkanit pa tanke meriton një ndalesë të rëndësishme, ku një lider si Viktor Orban udhton në një qytet si Subotica me komunitet hungarez, me
histori të përbashkët me Hungarinë dhe me projekte kulturore, investime të ndryshme, nuk është vetëm një simbolik. Është mesazh gjeopolitik i cili tregon se Hungaria dhe Viktor Orban në këtë moment kërkojnë të forcojnë ndikimin e tyre në një territor me popullsi hungareze në Serbi dhe përrjedhoj edhe në Ballkan. Në kontekstin më të gjerë të situatës, tensionet e inovacionit, krizat energjetike dhe aleancat e reja në këtë ekuacion pra Subotica apo Vojvodina përfaqëson në një farë mënyre kapakun ku përplasen interesa jashtëzakonisht të mëdha historike, kulturore, ekonomike dhe politike. Tashmë një vizitë e tillë atje e Viktor Orbanit dhe një deklaratë e tillë se do të bëj pa patur nevojë të shkojë në luftë, do të ndryshojë kufit e Ballkanit, është një deklaratë e qartë se Viktor Orban është duke shpallur pra luftë politike kundër rendit aktual politik dhe gjeopolitik të Ballkanit dhe kundër rendit gjeopolitik europian dhe perëndimor, të paktën status quo-ja që është deri tani. Në fakt, Viktor Orban është duke testuar perëndimin, është duke testuar Europën e cila është në panik se do të shkojë në luftë me Vladimir Putinin dhe po përgatitet për këtë luftë, ndërkohë ai thot qartësisht se unë jam sot bashkë me Aleksandar Vučićin për të shpallur luftë rendit europian gjeopolitik dhe rendit perëndimor, por pa patur nevojë për të përdorur tanket. Ai ka thënë gjithashtu plotësisht hapur se Ballkani dhe Europa qendrore nuk janë pronë e Brukselit, pra po tenton të shkëpus Ballkanin nga Brukseli, por terren ndikimi për lider si ai dhe për entitete gjeopolitike siç është Hungaria. Hungaria sigurisht prapa ka një diçka shumë më të madhe se sa litari i Nastradinit, si thanë Nastradini. Nuk mund të fusni në burg tha për një cop litar, por në fakt litari ishte lidhur tek qafa e lopës dhe litari që mban në dorë Viktor Orbani nuk është thjesht një litar ballkanik i integrimeve apo i rikonfigurimit të ekuilibrave gjeopolitik në Ballkan, por është litari i cili lidhet tek qafa e Rusisë, litari që po sjell Rusinë në Ballkan. Tashmë ne duhet pyesim si shqiptar, po ne ku jemi këtu dhe çfarë do të bëjmë ne, çfarë do të paguajmë ne bashkë me kroatët. Në fakt ju e dini shumë mirë, kemi folë se ky aktivitet i fuqishëm i Hungarisë, që nuk është gjë tjetër përveç se litari i Nastradinit, që është duke tërhequr, që është varur tek qafa e lopës ruse për ta tërhequr atë në Ballkan, nuk është një lëvizje rastësore. Ajo vjen pas aleancës së konfiguruar në muajt e parë të vitit 2025 ndërmjet shqiptarëve, Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, marrëveshje strategjike ushtarake për të ruajtur status quo e Ballkanit dhe për të ruajtur rendin gjeopolitik perëndimor apo rendin gjeopolitik të Brukselit dhe të Washingtonit, të paktën deri në këto momente, deri në një moment të dytë kur gjërat mund të ndryshojnë. Deklarata e tij pra është kërcënim i hapur për kufit politik të rajonit, por ajo është një deklaratë e cila njofton se ne tashmë nuk kemi më nevojë të hapim luftë në Ballkan, por këtë e bëjmë nëpërmjet kontrollit të brendshëm të shteteve, nëpërmjet kontrollit të shteteve. Sa herë ju kemi thënë Beogradi na kontrollon mediat tona, kontrollon shumë prej bizneseve tona, kontrollon shumë prej politikanëve tanë, kontrollon shumë prej industrive dhe bizneseve të mëdha këtu. Kështu bëhet edhe kontrolli. Kontrollin sot e hipotekon Viktor Orban, duke thënë ne kemi gati planin soft power për të hyrë dhe për të kontrolluar Ballkanin dhe nuk kemi nevojë më të çojmë tanke. Pse pikërisht në këtë moment? Një, sepse Europa kurrë nuk ka qenë më e dobët se sa është sot. E dyta, Europa sot është më e përçarë se kurrë, Brukseli, Franca, Gjermania, Anglia, edhe pse ka bërë Brexit, Italia, shumë fuqi europiane janë më të përçara se kurrë ndërmjet njëra tjetrës,
dhe Europa dhe burokratët e Brukselit janë të paaftë për të vepruar urgjentisht. Çfarë bëjnë ata? Ata dërgojnë Marta Kosët edhe Marka Lallat edhe Marta Byreket, të cilët vinë këtu dhe u tregojnë shqiptarëve arritjet e mëdha të jashtëzakonshme të Edi Ramës dhe proceset e integrimeve europiane, që janë një rrenë e madhe me të cilën mashtrohen shqiptarët naiv për të blerë kohë për burokratët dhe autokratët dhe diktatorët e Ballkanit, ndërmjet të cilëve janë dy më kryesorët, Rama dhe Vučić, në mënyrë që të rikonfigurohet loja e re gjeopolitike sipas këndvështrimit të Budapestit dhe të Beogradit, që janë dy litarët e lidhur tek qafa e Rusisë. Po shqiptarët e din këtë? Jo. Shqiptarët mbahen me rrena. Cilat janë rrenat? Integrimi europian. Do ju çojmë në Europë, do ju çojmë atje. Europa nuk e di ku ka kokën vet. Do integrohemi. Ky popull ka 34 vjet që mezi po pret të integrohet. Këta i gënjyen 34 vjet. Tani kur vjen u thua të vërtetën që as keni ndërmend na integroni, as ka ndërmend Edi Rama na integroj me Aleksandar Vučićin dhe me Viktor Orbanin, ata thonë jeni filorus, sepse ne po themi një të vërtetë, dhe ata bëjnë atë që e tha koloneli Brëm dhe mire, strategjia apo doktrina Maskirovska, që është doktrina e mashtrimit strategjik, pra krijojnë përshtypjen se po shkojmë strategjikisht në Europë dhe në Perëndim, ndërkohë jeni duke bërë krejtësisht të kundërtën. Kjo është Maskirovska, është doktrinë ushtarake ruse e hutimit, pra në luftë. Çfarë po ndodh? Ajo që po ndodh është se Orbani e ka shumë të qartë se në këtë moment kërkush nuk ka kohë të merret me Orbanin dhe me deklaratat e tij. Ndaj ai shkon në Vojvodin, në veri, në Serbinë e Veriut dhe i bën këto deklarata, një për të matë reagimin e NATO-s, për të matë reagimin e Brukselit dhe për të parë ndjes cila është gatishmëria e NATO-s dhe e establishmentit perëndimor apo aleancës perëndimore Bruksel-Washington për të vepruar në këto territore dhe hapësira të reja gjeopolitike që janë krijuar në Ballkan. Mesazhi sekret dhe i nëntekstuar i Viktor Orbanit bashkë me Vučićin, që para pak ditësh doli si snajperis duke vrarë bosnjakët, mesazhi i tij i fshehtë ishte ne nuk kemi më nevojë për tanke, nuk ka luftë. Pra popujt e Ballkanit dhe shqiptarët duhet ta kuptojnë se nuk duhet domosdoshmërisht të ketë luftë që ju ta humbni Shqipërinë. Se shumë prej jush më thonë kur është kjo luftë, mos kemi pa luftë, nuk do ndodhi lufta. Lufta nuk është më me tanke sot domosdoshmërisht. Lufta sot bëhet me ekonomi, bëhet me banka, bëhet me investime, bëhet me agjentura, bëhet me kontrollin e kokave të shtetit. Kuptuam? Mesazhi numër 1 ishte s'kem nevojë për tanke nga Vojvodina në krah të Aleksandar Vučićit. Për çfarë? Për të ndryshuar ekuilibrat e Ballkanit. 2. Kam minoritetet e mia, kam minoritetin hungarez në Serbi, që do të thotë krijimi i hapësirës se çdo shtet i cili ka minoritetet e shtetet e tjera mund të përdor këto minoritete si një trampolin për të hyrë tek loja e brendshme e atyre vendeve. 3. Kam aleat. Mesazhi i tretë i Orbanit është un kam aleat, aleati im janë jo vetëm pakica hungareze në Vojvodin, por janë edhe Aleksandar Vučići dhe të gjithë ata të cilët janë duke bërë se hir sot përballë dobësisë së Europës dhe dobësisë së perëndimit në këtë pikë strategjike. Kam aleat, por kam edhe kohë. Kam kohë, unë thotë, të luaj. Pse? Sepse edhe në 4-5 vitet e ardhshme, Europa do të jetë tërësisht e ingranuar, e angazhuar me kë? Me armatimin për të bërë gati për Rusinë. Sepse thotë kemi një luftë pashmangshme me Rusinë. Këtë po e përdor edhe Gjermania, edhe Franca, e cila tha me generalin e forcave të armatosura, ne tha jemi gati për të luftë, dhe do të humbisni fëmijët tuaj, do të jetë luftë
e tmerrshme, do të jetë luftë therse. Orbani, miqtë e mi, nuk foli rastisht. Tha kemi gjithë kohën e dur. Kemi gjithë kohën e dur do të thotë që e kemi situatën në kontroll. Si e kemi situatën në kontroll? Që do me thonë nëpërmjet Hungarisë dhe nëpërmjet Serbisë ne kontrollojmë pjesën më të madhe të lojtarëve të Ballkanit, të cilët do të mashtrojnë popujt e Ballkanit sikur po i çojnë perëndim, ndërkohë janë duke bërë lojën e Vučićit dhe lojën e lojtarëve të aleatëve të tjerë të Vučićit, të cilët duan të ndajnë tashmë Ballkanin nga sfera gjeopolitike ku është dhe të krijojnë një sferë gjeopolitike të re. Puna është ku është pazari i shqiptarëve këtu. Në 18 marsin e 2025, Shqipëria dhe Kroacia bashkë me Kosovën bën një deklaratë të përbashkët të një bashkëpunimi ushtarak Shqipëri, Kosovë, Kroaci, aleancë ushtarake e nënshkruar pra me 18 marsin e 2025 këtij viti, i cili aleancë e cila synon mbrojtjen kolektive, bashkëpunimin ushtarak dhe përgatitjen për mbrojtje kundër kërcënimeve moderne, sulme kibernetike, dizinformim e kështu me radhë. Shtimi i kësaj aleance perceptohet si përpjekje për të balancuar ndaj aleancës në formim të Aleksandar Vučić dhe Serbisë dhe Viktor Orbanit. Pra, kjo shihet si një aleancë e cila niset dhe ka pikë synim të balancoj aleancën Vučić-Orban. Krijimi i kësaj aleance vjen gjithashtu si pas analizave për treguar se shqiptarët dhe kroatët nuk do të rinë më në heshtje dhe do të marrin masa për të krijuar aleanca të reja kundër kësaj aleance të shpallur tashmë në mënyrë të hapur nga Viktor Orban. Viktor Orban, i cili i ka forcuar marrëdhëniet e tij me Rusinë në kohët e fundit dhe njëkohësisht luan me një këmbë brenda në Europë dhe luan këtë rolin balancues dhe rolin e mallrave të cilat në kohën në një det të trazuar gjeopolitik, ata synojnë që të lëvizin në mënyrë të pakontrolluar majtas djathtas me një përpjekje për të destabilizuar fort anijen europiane e cila është duke u lëkundur fort dhe sipas orekseve të Orbanit apo të Moskës duhet që të mbytet sa më shpejt në mënyrë që të rikthejmë dominancën tonë ndaj Ballkanit. Fuqizimi i lidhjeve Serbi-Hungari me projekte energjetike, me projekte ekonomike, me naftë, me gaz, me infrastrukturë rrugore e tjera dhe me investime të mundshme ruse kineze të cilat vinë me maskën e Hungarisë tashmë, të cilat janë shumë fuqimisht prezente në Shqipëri, duan që të krijojnë një boshtë dhe një aleancë të re geostrategjike, e cila sipas Orbanit tregon që edhe kohën e kanë, edhe njerëzit i kanë, televizionet i kanë këtu në Tiranë, moderatorët i kanë të prime time-it, analistët i kanë, deputetët gjysmat janë idiot funksional, pjesa tjetër janë e shitur, ndonjë tek tuk që mund të jetë i pastër, as i ndihet zëri dhe as ka fuqi të flasë, sepse thotë të rrymë çat rrymë, të kapim, se Shqipëria shit ka marrë fund dhe ne nuk kemi çat shpëtojmë tani. Në fakt, aleanca Shqipëri-Kosovë-Kroaci është një fakt ulëritës për orientimin e rajonit pro-perëndimor. Tashmë perëndimi, çfarë do lujmë shqiptarët, do të marrin përgjigje. Përgjigja është që po na japin me Edi Ramën, se do na çojnë BE, kjo është rrenë, këtë nuk e ha. Se dim ne që s'ka BE. Duhet diçka më e rëndësishme se integrimet europiane të gënjeshtarit Edi Ramën. Ju e dini që Edi Rama gënjen dhe s'ka për t'u çu kurrë në Europë. Ai thjesht po blen kohën e tij politike. Çështja është që një lojë e madhe po gatuhet, miqtë e mi. Nesër është dita e nëntorit të shenjtë, ku heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin dhe Ismail
Qemali ngriti flamurin dhe ne shqiptarët e kemi këtë datë të stampuar tek muskujt më të pashëm të kujtesës tonë historike. Tek ai flamur përtej nacionalizmave patetik idiot të përmendura dhe të cituara nga renegatët e Beogradit në Ballkan dhe të qarqeve të tjera anti-shqiptare, të cilat maskohen me flamurin shqiptar dhe me nacionalizëm për të goditur Shqipërinë, përtej patetizmave nacionalist, ne besojmë se në këto ditë të shenjta duhet të kthjellohemi dhe t'i themi të vërtetat ulëritse më fort se që i themi në ditë të tjera, sepse këto janë ditë me ngarkesat kuqezi. Dhe ajo e kuqa, nuk është e kuqa që ngacmon demat e Spanjës, as dashnorët e Moulin Rouge, as të pasionuarit pas rrugicave të kuqe të Amsterdamit, tek vitrinat e kuqe të Amsterdamit, as të pasionuarit pas seksit dhe erotikës. Ajo është e kuqa e gjakut shqiptar, gjakut lum që është derdh për të pas sot emrin Shqipni, për të pas sot emrin Kosovë, për të fol sot gjuha shqipe, e cila është streha më e shenjtë kur ruan ekzistencën e tij ky popull dhe ky kombë. Gjak i derdhur për liri, për gjatë shekujve, për gjatë historisë, që ne sot flasim shqip, të kemi tokat tona, të kemi trojet tona, të kemi kulturën tonë, të kemi gjuhën tonë aq të ëmbël, aq të dashur, të kemi zakonet tona, ritualet tona, këngët tona, vallet tona, kujtesën tonë, varret e të parëve tanë t'i kemi këtu. Tërësia e kësaj memorie, e kësaj kujtese, shpaloset në flamurin kombëtar, i cili sot shfaqet më i shenjtë se kur, më glorioz se kur, më i bukur se kur, në këto ditë me ngarkesa të mëdha, ditët më të bukura të Shqipërisë, ditët e 28 nëntorit, nëntorët e lirisë, nëntorët e pavarësisë, nëntorët janë të mbushura me gjak, me sakrifica, me tradhti, me pabesi, me fortuna, me stuhi, të cilat historikisht e kanë ndjekur këtë popull fatkeq, historikisht shekull pas shekulli, vit pas viti, muaj pas muaj, dekad pas dekad. Dhe na ndjekin edhe sot, miq të dashur, një ditë përpara festës së flamurit, nëntorit të dytë, kur Ismail Qemali e ngriti flamurin kuqezi në Vlorë, në Vlorën heroike, në Labërinë shqiptare, e cila u bë simbolika e shpirtit dhe luftës tonë për Shqipëri, dhe pikrisht në vitin 2025, vetëm një ditë nga 28 nëntori, ne sot duhet jemi më të vëmendshëm se kur, vëllezër dhe motra shqiptar, të kuptojmë se degradimi i një mase të madhe të këtij populli dhe mashtrimi i tij nga establishmenti i Beogradit, i cili flet shqip por punon për interesa të tjera, duhet sot kuptojmë lojën e madhe. Duhet sot të kuptojmë se çfarë po gatuhet në rajon. Në fakt, ne në këto ditë të shenjtë, në këto ditë shumë të ngarkuara me shpirtin e atë dhe dashurisë, me shpirtin e luftës dhe të përpjekjeve dhe të sakrificave për këtë tokë, duhet të kthjellojmë sot memorien tonë dhe kujtesën dhe të bëhemi gati për sfidat e rrezikshme. Shpesh herë, miq, dyshoj dhe kam frikë kur shoh natyrën e njerëzve, kur shoh nivelin
kulturor apo nivelin inteligjent të njerëzve trembëm shumë. Një pjesë e madhe e popullit ton është komplet i shpartalluar miq, dhe një pjesë e trurit ka ikur, është arratisur nga Shqipëria. Nëse e lëshojnë një recet nga larg, e lëshojnë kur kanë kohë, kur s'kan kohë, do i gjëmojnë billave, do i gjëmojnë faturave se janë të shtreta në Amerikë, në Europë, në Angli, kudo. Dhe thonë, Zoti i qoftë me Shqipërinë. Zoti është me Shqipërinë, ka qenë me Shqipërinë dhe do të jetë me Shqipërinë sepse ai e deshi që ajo të ishte. Po të mos donte na kishte bërë serb, grek, italian, turq, rus a kines. Na desh shqiptar dhe u kujdes që të ekzistojmë në mesin e popujve dhe është pafundësisht e mistershme fakti se si ne për gjatë gjithë historisë kemi qenë kaq shumë të komplotuar, kaq shumë të tradhtuar, kaq shumë të sulmuar dhe kaq shumë të ngrënë në bes. Miqtë mi të dashur, kohrat janë të rrezikshme. Deklarata e Orbanit në krah të Vučićit sot në Vojvodinë njofton planin e ri operativ të butë të Rusisë, Serbisë dhe të Hungarisë për të ristrukturuar ekuilibrat gjeopolitik në Ballkan. Që do të thotë Rusia vërtet mund të ndalë luftën nëse krijohet një marrëveshje në Ukrainë, por lufta do të jetë shumë e egër këtu në Ballkan për dominancën e Ballkanit. Aq më tepër me katastrofën në të cilën gjendjet Europa dhe me përqendrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat janë zhvendosur në pika shumë të rëndësishme të globit me fuqinë e tyre gjeopolitike, sepse unë nuk besoj që ata rrinë gjithmonë të pavëmendshëm edhe ndaj Shqipërisë, e kanë gjithmonë një sy në Ballkan, por Ballkani në këtë moment nuk e shoh që ka atë rëndësinë e pikave të tjera nevralgjike dhe të dosjeve të tjera. Një grush shteti gjithashtu është duke ndodhur në Partinë Demokratike. Sali Berishës po i vjen rrotull çorba që e gatoi me duart e veta, shumë prej njerëzve të cilët ai i rrethoi selin e PD-s, selin e të djathtës dhe të konservatorëve dhe të opozitarëve shqiptar, erdhi dita që ata të cilët ai i promovoi, i ngriti, i toleroi, i dha frym, i oksigjenoi, i hapi dyert e televizioneve, i hapi dyert e penetrimit brenda partisë opozitare të madhe të Shqipërisë PD-s, erdhi koha që Berisha të paguaj gjellën dhe ta vjell gjellën që e gatoi, çorbën që e gatoi me duart e veta. Ç'është kjo çorbë? Po përgatitet një grush shteti brenda PD-s. Ai sulm është duke ardhur nga 3 fronte. Fronti numër 1, Edi Rama. Tani do t'ju shpjegoj se do më thoni o Kreshnik, po ti na ke thënë që Edi Rama është me Saliun, prit se ju shpjegoj, vetëm keni pak durim. E di që 30 minuta mund të jenë shumë për një pjesë tuaj apo 40 minuta, por besoj i meriton kaq Shqipëria dhe unë po bëj përpjekje maksimale që të them kaq shumë gjëra në kaq pak minuta. Fronti numër 1, Edi Rama dhe George Sorosi. Fronti numër 2, të infiltruarit nga George Sorosi tek listat e deputetëve, të cilët Berisha i njeh mirë, dhe fronti i tretë janë të investuarit e Edi Ramës dhe të George Sorosit, të maskuar si konservator dhe si demokrat, të cilët nuk arritën të futen në parlament, por me ndihmën e Sorosit dhe të Edi Ramës, ja dolën të marrin sasi të mëdha votash nëpërmjet të cilave ata tashmë integrohen në sistemin mediatik në darkë në Tiranë, si njerëz me vota shumë, të cilët për inatës, për hatër të Saliut, për fajin e Saliut,
nuk arritën të shkojnë në parlament. Çfarë bëhet? Ka 3 fronte Saliu tani për çorbën e qelbur që e gatoi vet. Dhe komploti nuk është vetëm Saliu. Keni parasysh. Jeni ju shqiptar. Pse jeni shqiptarët? Sepse një Shqipëri pa opozit do të thotë një Shqipëri nën Beogradin, nën Viktor Orbanin dhe nën Aleksandar Vučićin dhe nën qarqet që janë pas tyre. O Kreshnik, pa na kanë shit ne, po na pati shit perëndimi, çfarë do bëjmë? Dëgjoni dhe pak. Dëgjoni me kujdes se do ja shpjegoj me kujdes. Dhe ju a thash, nuk do kemi mundësi t'i flasim gjithmonë këto gjëra. Sepse kjo që po ndodh ndaj shqiptarëve është pislëk i niveleve më të larta ndërkombëtare. Do flasim sot, nesër, pas nesër kapni çat kapni. Sepse janë ditët e shenjta të shqiptarëve, ditët e 28 nëntorit. Ditë të mbushura me liri, me shpirt, me shqiptari, me Hasan Prishtin, me Isa Boletin, ditë të mbushura me Ismail Qemal, me Skënderbej, me gjithë rilindjen kombëtare, me vëllezërit Frashëri, me Mitat Frashërin, me gjithë shqiptarin. Kush kanë qenë? Majtë të djathtë të ndershëm. Nuk do t'i themi do të gjithmonë se është bërë tepër e rrezikshme. Dhe nëse ju nuk reagoni, nuk ka për të folë më njëri, nuk ka për t'ju treguar më kush. Jeni duke u mashtruar hapur. Dhe Saliu e gatoi çorbën vet. Çfarë ishte çorba? Saliu kujtoi se do t'ja varte Donald Trumpi. I futi mashat e Sorosit, i futi të gjitha në parlament. Se vinë shkruajnë demokratët çka ke ti o Kreshnik me Saliun. Ja pra t'ju tregoj çka ka bërë Saliu dhe si do ta paguaj tani. Dhe çka po i bëjnë Saliu tani. I futi të gjitha ata që ja kishin hyrë ndru demokratëve, i futi Saliu në lista. Këta berishistët thanë, e ditë Saliu, po e shtu ishte puna. Kush ishte puna? Puna ishte që Berisha po i jepte një pas Sorosit dhe establishmentit bashkë me Ramën, që shiko njerëzit tuaj, unë po i fuz brenda PD-s, po i fuz dhe në parlament, dhe këto janë garancia ime për ju, që mua të më hiqni atë në ngratën, dhe të paktën mos largohem nga politika në ngrata unë dhe familja ime. Dakor? Dëgjoni pak. I futi ata në parlament. Ju i dini kush janë? Kanë rraf demokratët, i kanë gjujt me ujë. Ndërkohë që ne dilnim protesta. Në kohën e Aleancës për shpëtimin e Adheut, 2022, kur i mblodhi Saliu gjithë. La dhe ca tjerë Saliu, të cilët bënin si trampist, apo si anti-sorosian, apo si anti-vax, në fakt ishin pro-vax, të cilët u maskuan si anti-vax, për të marrë popullin opozitar pjesën tjetër. Ata ishin të Ramës. Këta i ndihmoi Edi Rama që të marrin mira vota, dhe tashmë i nxjerr te grida Duma dhe tek televizionet shqiptare, që t'i thonë shqiptarëve që këta janë demokratët e vërtet, se këta kanë vota, jo ata që futi Saliu në lista. E kuptoni skemën? Këta tani që nuk i futi Saliu në parlament, i dini ju kush janë, dhe që morën shumë vota me ndihmën e Edi Ramës, siç mori Jorida Tabaku me ndihmën e Edi Ramës, që t'ishin kolonat forta brenda PD-s, këta tani kanë filluar të bëjnë mbledhje dhe takime në përbodrume hotelesh që t'ia zhysin Saliut. Që do vinte ky moment nuk ka as i dyshim. Nuk kishte as i dyshim. Sepse Saliu e gatoi vetë këtë çorbë të qelbur. Dhe populli thot, kur gëlltit një lugë çorbe të qelbur, e vjedh gjithë jetën. Saliu u vetërrethua me hiena dhe me monstra. Tashmë do t'i hanë kokën. Pse?
81 vjeçësh, thot, çfarë do na bëj? Do t'i marrim PD-n. Ramës i duhet ky moment sepse e bën PD-n lokma brenda. Grupi Gazbardhi, Gjerkmarkaj dhe këta që ja hynë demokratëve ndru dhe i futi Saliu në parlament, grupi atyre të cilët Saliu nuk i futi në parlament, po mblidhen tashmë, po bëjnë grup tjetër dhe po bëjnë grup shteti për të rrëzu Saliun dhe për të çapë PD-n, ndërsa grupi tjetër është Edi Rama. Saliu si qeka me Edi Ramën o Kreshnik, dhe si Edi Rama dashka me ja shkatru PD-n tani. Po, ka të regojnë. Edi Rama, duke e goditur Sali Berishën dhe duke e godit Partinë Demokratike, duke e bërë lokma, ai i ul pazarin Saliut. I thot Saliut nuk ke për të mërë më kaq, do të marrësh më pak se sa po t'jap unë. Sepse pjesa që unë po t'a jap është shumë për ty. Duke ja bërë Partinë lokma dhe duke shkatëru përfundimisht Partinë Demokratike, Rama e bën Shqipërinë pronën e tij të vetme. Ka nxjerrë edhe ca psikopat të tjerë të cilët i thonë demokratëve, hajdeni këtu, ke unë, se unë do ju çoj, do ju jap, do hani hallë me Lug Florini nga mëngjesi deri në darkë, se do vi Amerika dhe do zbresin marinsat këtu, edhe do shpërndajnë hallë për popullin shqiptar, do shpërndajnë hotele, vila, gjitha pa lek. Këto janë të gjitha projekte të kujt? Të Edi Ramës, për çfarë? Për të bërë lokma PD-n. Mos më dhim se të PD-ja, në fakt. Mu nuk më dhim se të PD-ja, sepse PD-ja po përjeton atë që gatoi me dorën e vet. Berisha i pari dhe ajo PD-ja me cilën është rrethu Berisha. PD që nuk e shef e gjithë Shqipënia dot në sy. Saliu ka vënë gardën e vet aty, është fut ka i rrethi ngushti vet, edhe thot maj qatë maj. Problemi është që Saliu s'ka më kohë, kuptoni? Populli kur do në u bashku, do figura. Çfarë i bën Rama? Trak i qit figurat të cilat nuk i futi Saliu në parlament, janë brenda PD-s, morën shumë vota me ndihmën e Edi Ramës, dhe i nxjerr Kuke, Grida Duma dhe ke Femziu dhe ke gjitha televizionet ndark kanë filluar tani të kollarisen dhe të dalin si lojtarë rezervë, të cilët janë të shqetësuar se Saliu nuk i la të futen në parlament edhe pse populli demokrat është me ta. Kjo është një rrenë e madhe. Sepse e pash unë se çfarë ti bëjnë votave, këta qenë birqensh që quhen numrus, atje ke kutia votimit. Po s'pate numrus, je i shkatërum komplet. I qova 5800 firma në KQZ dhe hyra me dhunë në zgjedhje, më shkatërun më therën atje ke kutia votimit. Do të thushti, pse si mbrëm? Me qatë i mbroj? Me Kalashnikov? Me qatë i mbroj? Jo, po pse na the, pse të thash? Do hymë pra, do ta bëjmë këtë betejë deri në fund. O dalim gjithë popullin shesh. Tani Rama ka kriju një grup psikopetërish të cilët thonë shqiptarëve do merrni hotele falas, shtëpia falas, do bëni pishin falas, do keni jacuzzi falas, do ju bim indian, pakistanes, Bangladesh, do ju majnë gjithë ditën, se do vi Amerika edhe do ju paguaj për shqiptarët, do paguaj seanca masazhi edhe spa me indian të cilët i fërkojnë kofshat shqiptarëve, se janë populli numër 1 në botë, populli që ka shpik universin, populli që flet me Zotin, populli i Dodonës, i pellazgëve dhe i lirëve, populli më i madh i planetit, populli më i madh i gjitha kohrave, do vi Amerika, do ta marri këtë popullin, do t'i japi hallë, do t'i japi pilaf, do t'i japi mish, do i shpërndaj hotele, do i shpërndaj shtëpia, vila, restorante, gjitha çfarë doni ju, ju do rrini pa punë dhe do merrni dollar vetëm, se do ja bëj Amerika. Ka psikopetër në Shqipëri që e besojnë këtë tezë, am kupton? Këta ja ka gjet Edi Rama një tenxhere me psikopat dhe i thonë çdo ditë hesni, vetëm hesni këtu ke ne, se t'ju japim vila, do ju japim vila pa lek.
Nga ana tjetër, Saliu po vjedh çorbën që e gatoi vet, nga ana tjetër, mbrim këtu ku jemi, Kreshniku ha ajër këtu, ha dhe të sharat aty poshtë, nga tërli lloj prostitute që i fut Edi Rama me korin tjetër të Sali Berishës. Njëri më thot je Zagari Ramës, tjetri më thot je Zagari Berishës, ata han bukë bashkë me njëri tjetrin, unë rri bëj emisione në YouTube. E kuptuam kush është loja? E kuptuam çfarë është Maskirovska, aleanca apo doktrina e mashtrimit strategjik. Ky grup tashmë po mblidhet nëpër hotele, dorëzoi Saliun. Këta janë 2000 herë më të poshtër se sa ata që kanë rreth për qark Saliu. Saliu është i rrethuar me njerëz të poshtër. Këta që duan me rrezu Saliun janë një 2000 herë më të poshtër se ata të poshtrit që ka Saliu rreth për qark. Dhe këto janë e ardhmja që ka përgatit Edi Rama për popullin opozitar. E kuptuam se ku është sekreti, e kuptuam lojën, apo duhet prap o popull i dashur opozitar, o demokrat, o militant i verbër që vjen shak Kreshnikun, a kupton që Kreshniku e ka për të mirën tate, a kupton që Kreshniku po të hap syt, a kupton që Kreshniku po të zbërthen lojën që po bëjnë ndyrësirat e mëdha. Saliu s'ka më kohë, 81 vjeç. Dhe çdo ditë dorëzohet, po i shkërmoqet ajo. Këta tani janë hedhë si qend. Pse? Se i bin birbilit ata që i financun, ata që i ngritën. Se diun ke fuqi ti të shkosh marrësh 20.000 vota kundër Edi Ramës këtu sot në Shqipëri. Po s'pate njëri të t'i ruaj votat atje. Më kanë ardhur numërusit, më kanë bërë bem, kanë thënë Kreshnik, mos i paça të 3 fëmit, atë që kanë bërë votave tuaja ti kanë ngrit, ti kanë hëngër, ti kanë shkatru. Po nuk kishim që të boshim, nuk dishim që si të veprojmë. Ramës i duheshin dhe Sorosit i duheshin disa hiena brenda PD-s të veshur me legitimitetin e popullit opozitar, gjak kishin vota shumë, që ti heqin gërmacin tani Sali Berishës. Dhe Saliu rrin tani edhe përpolitet nga Brazili, nga San Paulo, në Bogota, në Azerbajxhan, të kapi në i deklaratë, të kapi të bëhet zëvend sekretari në një forumi ande, që të viti hedhi në i kothere këtyre të foltores numër 2, apo foltoria 222, edhe ti thot atyre, do vi unë pushtet shumë shpejt, sepse majni mend ju se shive jam zgjedh zëvend sekretari i numër 27, i forumit të demokratik në San Paulo atje, ku bëhet plazh mes dimrit. Kjo miqtë e mi të dashur është duke ndodhur. Po deshet besojeni, po deshet mos e besoni. Unë më qartë se kaq nuk flas dot. Më shkoqur se kaq nuk di ta bëj. Më hapur se kaq nuk ka ndodhur ndonjëherë kurrë. Kush do me kuptu, do me kuptu. Unë kam Zotin dëshmitar, unë kaq kam mundësi me bë, kaq po e bëj çdo natë. Doni të bashkoheni, hajde të bashkohemi. S'doni, rrim, vazhdojmë flasim. Unë do flas derisa të vdes. Sa të jem gjallë, unë do flas. Nuk më ndalon dot njeri, më le ta mbyllin me Facebook e me dreqe me shejtan, unë do flas, do dal mes rrugës, do flas. Jemi në momente historike. Deklarata Orbanit me Vučićin në Vojvodin, do ndryshojmë kufijtë e Ballkanit. Pa tanke, është mesazh dhe pa tanke e kanë fitu. Përderisa të gjitha kanalet televizive shqiptare kanë natë për natë Batona Xhiun dhe gjithë spionët e Beogradit në përgjitha studio, me gjithë prime time-in, dhe kanë hap 7 banka deri tani në Shqipëri dhe kanë hyrë me mbi 500 milion euro investime, të paktën 300 milion euro investime nga Hungaria kanë qenë të parashikuar në marrëveshje mes Shqipërisë dhe Hungarisë. E kanë hyrë këtu me banka, me sisteme, me biznese, me infrastrukture, me fotovoltaike, me gjitha kanë hyrë. Ky është litari, që është varë ku? Litar europian i varur ke ku? Ke qafa ruse dhe kineze. Tashmë rusëve dhe kinezëve i themi, ku pazari i shqiptarëve këtu? S'ka pazar. Perëndimit, kush është pazari i shqiptarëve? Arritjet e Edi Ramës që thot Marta Kos.
edhe Marta Pilaf, Marta Lalla, Marta Coca-Cola, apo Marta Pace Pilaf. Këta po ju rejnë, viktima jeni ju. Për hatër të Zotit, dhe të çdo pikë gjaku që është derdhë për Shqipni, në shekuj, thirrini mendjes dhe dilini Zot vendit, për ndryshe nuk do të ekzistoni më, sepse ajo që po vjen është më e madhe se ju, është më e madhe se Krishtik Osmani, është më e madhe se të gjithë. E kuptuam. Dhe në qoftë se ka në i birë nëne këtu në Shqipëri, intelektual, politikan, që ka i fije burni dhe i fije shqiptarie që i ka ngellë, le ti kuptoj mirë këto që po i them, sepse ajo që po vjen për ju është malore madhe shumë. Dhe ndërkohë që po bëjmë këtë betejë dhe po ju tregojmë çdo natë, të gjitha kurthet që po ndërtohen kundër këtij vendi dhe kundër këtij kombi dhe gjitha llojet e mashtrimeve që po përgatisin, as subscribe nuk i bë kanalit edhe like, se ka frikë se fiton lek Krishtik Osmani, kuptoni? Është nxi zemra. Është bë gur, sepse duan të vdesësh, ti lesh kalamajt jetim. Edhe të thonë nesër ky pas ka qenë koqe kanari. Vdes robi për këto kafshët këtu. Kështu do thonë. Do t'i lëmë fëmijët jetima. Do t'i lëmë fëmijët mes 4 rrugëve. Për një popull i cili nesër kur të vdesësh do tallet me ty. Kështu të thonë. Po shqyqy që ka Zot. Faleminderit Zot që ekziston, se të këti nuk humbet asgjë kurrë. Vjen të rego mo aty like-et edhe shklikimet, qeni, birit qenit. I dridhe dora me bërë like, që të lëvizi algoritmi. I dridhe dora me bërë një shpërndarje, të arrisim kanalin, të arrisim medjen. Jo, do që ti i unë, të vdes unë, edhe të ngjenin kalamajt e mi jetim dhe të bëj nesër tallet me mu në për YouTube, në për Facebook. Qishte ky koqe kanari që vdish për një popull rrugeqërish. Kjo jemi ne, miqtë e mi. Kjo është loja. 28 nëntor është nesër, po ju tresim. Po na tresim. Alarmin e dha Viktor Orbani. Rrena nga Brukseli, rrena nga lindja. Këtu jeni ju në mes, do jeni viktima. Nëse nuk je pjesë e tryezës, je pjesë e menus, mos harroni kur këtë. Edhe i herë, baje shënim. Në qoftë se nuk je pjesë e tryezës, je pjesë e menus. Do të hash për darkë. Më qartë se ka që unë s'kam që të them. Dashti modhi Zot, Amerika nuk na shet. Po na shitën dhe ata keni marrë fund. Pik, marrë loja. Sepse ky kom nuk ka më energji. Këto ishin ato që mund t'ju them sot, një ditë para 28 nëntorit. Se qa do ju them nesër, se qa do gufoj dhe qa do vloj shpirti nesër, këtë unë nuk e di. Shpresojmë që të vloj me po ato të vërteta që i duhen popullit dhe kombit në këto minuta historike. Na e bëni halal se kam shkuja 20 minuta më shumë sot, por me që jemi me festat e ditëve të shenjta të Shqipërisë dhe të Shqiptarisë, do na i bëni halal, edhe 10 minuta, 20 minuta më shumë. Se është duke plas shpirti, është duke u qa zemra nga poshtërsit dhe nga kurthet dhe planet shkatëruse ndaj këtij kombi, të cilat i shoh me sytë e mi si ekzekutohen me plan mjeshtror dhe djallëzor ditë pas dite. Dhe unë nuk i ndal dot, sepse nuk kam fuqi më shumë se fjala. Fjala është arma ime e vetme. Ne do t'ja dalim miq, sepse ne jemi dashuruar thellësisht me këtë tokë dhe me këtë komb. Dhe ashtu, siç na ka rujt Zoti, me ndihmën e shqiptarëve të ndershëm që kanë qenë gati me dhënë jetën për këtë vend, ashtu do të na ruaj edhe tani. Në këto kohra sfidash të tmerrshme të jashtëzakonshme në të cilat po kalon bota. Siç na ka rujt për shekuj, uroj dhe i lutem Zotit që të na ruaj nga djajt e maskuar me shqiptari, të cilët po i bëjnë gropën shqiptari sot, nga miqt që na shfaqen si miq dhe alaat dhe që janë duke na ngulur fikën
pas shpine. Më shumë se kaq nuk kam çfarë t'ju them. Po deshet besoni, po deshet mos u besoni. Paçim fat, ju unë, pas të fat Shqipëria. Kaq kisha për sonte, pjesën tjetër, si gjithmonë ju e dini, vijon në numrin e arsh. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtar. Natë më mirë.